Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Maqedonia e Veriut premton deri në 100.000 euro mbështetje për çiftet e reja që vendosin të kthehen në fshat. Ligji i ri për bujqësinë dhe zhvillimin rural është publikuar dhe do të jetë i disponueshëm për shqyrtim publik. Ndihma financiare është planifikuar të ndihmojë ata të ndërtojnë ose rindërtojnë banesat, të blejnë makineri bujqësore, tokë bujqësore ose bakteri, dhe kushti kryesor për të marrë këtë mbështetje është që ata të mos jenë më të vjetër se 40 vjeç, të merren me aktivitet bujqësor dhe të jetojnë në mjedisin rural brenda kuadrit ekonomisë bujqësore familjare për 10 vite të ardhshme. Mbështetje ka dhe për të rinj në moshën 40 vjeç që do të hapin një biznes të lidhur me bujqësinë ose pylltarinë. Besnik Emini është drejtori i ri i Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup. Pas 11 vitesh vjen ndryshimi dhe në drejtimin e institutit në Shkup. Vendimi është marrë në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave. Profesor Besnik Emini është historian me përvojë të gjatë, punëtor shkencor në kuadër të institutit dhe autori një sër studimesh në fushën e historisë dhe trashëgimisë kulturore shqiptare. Ai njihet për integritetin e tij akademik dhe për kushtimin ndaj zhvillimit të mëtejshëm të studimeve shkencore mbi trashëgiminë kulturore dhe shpirtërore të shqiptarëve. Rajoni. Lugina e Vjosës do të shpallet rezervat biosfere. Rekomandimi është dhënë nga UNESCO. Lajmi u konfirmua nga Ministri e Turizmit dhe Mjedisit e Shqipërisë. Mirela Kombaro e cilësoi këtë si një vlerësim të jashtëzakonshëm ndërkombëtar për natyrën e paprekur dhe përpjekjet e pandërprera në ruajtjen e lumit të fundit të egër në Europë. Vjosa sot nuk është më vetëm lumi, por është modeli i zhvillimit të qëndrueshëm ku natyra frymëzon, shkruan Kombaro. Ministri i Arsimit dhe Sportit në Shqipëri, Gerta Marasteliu, kujton maturantëve njohjet me testet model për maturën shtetërore 2025. Në një takim me një grup maturantësh ekselent nga gjimnazet e kryeqytetit, Ministri Marasteliu theksoi rëndësinë e përgatitjes dhe garantimin e një procesi të drejtë dhe të rregullt për të gjithë nxënësit maturant. Nuk ka fare vend për të patur ankth apo për të patur stres, sepse provimet e maturës janë një vlerësim periodik, siç bëhen të gjithë provimet e tjera, për të matur arritjet tuaja. E veçanta e provimit të maturës është sepse vlerësimi në maturë ju llogaritet edhe për studimet e mëtejshme në universitet. Ajo premtoi se ardhmja e testimit të maturës do të shkojë drejt digitalizimit. Tani ne besojmë që e ardhmja e kryerjes së testimit maturës shtetërore të jetë i digitalizuar. Dhe digitalizimi edhe për sa i përket testimeve të maturës shtetërore do na ndihmojnë që e para të matim 100% ato arritjet e nxënësve sipas një sistemi i cili është tërësisht digitalizuar dhe online. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se përkundër situatës politike Kosova vazhdon të ketë një qeveri në detyrë. Pas dështimit të 22 me radhë, ai kujton se kuvendi nuk e konstituon fituesi për të gjitha forcat politike. Kosova ka qeveri në detyrë, unë jam kryeministër në detyrë, ajo që ai mungon Kosovës është kuvendi i ri i Republikës. Kuvendi nuk e konstituon fituesi, por të gjithë. Si fitues të zgjedhjeve me 48 deputet dhe me 9 deputet të pakicave që na janë bashkangjitur, e kemi përgjegjësinë për ta formuar qeverinë. Pra fituesi e ka përgjegjësinë për ta formuar qeverinë, ndërkaq për ta konstituar kuvendin, përgjegjësinë e kanë që të gjithë deputetët. Albin Kurti mes të tjerash ka thënë se edhe çështja e votimit të fshehtë është adresuar në gjykatën kushtetuese, ndërsa uroi për një përgjigje sa më të shpejtë nga gjykata. Po bëjnë gabim që po e pamundsojnë quorumin për votimin e fshehtë. Sidoqoftë, edhe kjo çështje e votimit të fshehtë ndodhet e adresuar tek gjykata kushtetuese dhe shpresoj e uroj për një përgjigje sa më të shpejtë të tyre. Deklarata vjen pas panelit të bujqësisë dhe agrobiznesit në Kosovë, Agrokos dhe Agroturizëm, ndërkaq Kurti nuk ka pranuar të përgjigjet lidhur me kontrollet në 4 lokacione të ndryshme të kryera në kuadër të hetimeve për dhënien me qirat të fabrikës së mbetjeve shtazore. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës të refuzoi të komentojë deklaratat e fundit të liderit të nismës socialdemokrate, Fatmir Limaj, lidhur me një koalicion të mundshëm me lëvizjen vetvendosje. Qani jeta është e gjatë edhe të gjithë i marrim shihet. I pyetur nga gazetarët rreth këtij zhvillimi politik, Haradinaj e ka quajtur çështjen pa rëndësi. S'kam koment. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.